Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afdalu salati wa tamu taslima ala al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderojmë Allahun xhalla xhelaluhu për gjitha mirësitë e tij, salavatën mbi pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit e me pastaj të ndershëm vëllezër të pranishëm. Mirë se takohemi në ditën e Xuma, në ditën më të mirë të javës, dita e shpresave, e begative, e mirësive, e motivimit. Pra këtë ditë, o vëllezër, përveç sevapit, shpërblimit që ka, krejt këto janë motivim për jetën tonë. Shumë e falenderojmë Allahun xhela xhelalu, i cili na ka mundësuar që një herë në javë të tubohemi, ta e madhërojmë Allahun, të qetësohemi, të relaksohemi, të harrojmë pak dynjan, të harrojmë pak lodhjen, edhe të bashkohemi në vlera. Jemi duke trajtuar një temë që një kohë të gjatë, sot do të mundohemi ta përmbyllim. Dhe uroj që inshallah të keni përfituar, pra parafërsisht që 4 muaj jemi duke trajtuar edukimin e fëmijëve, sa për sugjerim ju kisha këshillu sidomos gjeneratën e re, që t'i bashkojnë këto ligjërata të cilat janë edhe në rrjete sociale, dhe mendoj se ju mjaftojnë inshallah për një prind të mirë dhe se si duhet me eduku fëmin, mendoj që këto dikon 6-17 ligjërata ju mjaftojnë se si duhet me qenë pra edukimi, si duhet bëhet edukimi mirë dhe prindrindim i mirë. Duke qenë se kemi edhe për sot çka të flasim, po konkretizohem në vazhdimin e temës nga java e kaluar. Pra jemi duke fol në 4 ligjëratat e fundit sugjerime drejtuar prindërve në raport me fëmijët. Si prindët duhet të jenë të mirë, që fëmijët jenë të mirë. Dhe në kuadër, në vazhden e bisedave dhe sugjerimeve që kanë fol në javën e kaluar dhe më herët, po themi që prindi duhet me ndryshu qasjen ndaj fëmijët. Prindi duhet me ndryshu qasjen kur e ka jo të mirë fjala ndaj fëmijët. Në radhë parë vëllezër, fëmijët nuk na kanë faj neve prindërve nëse ne lodhemi, nervozohemi, kemi stres, kemi vështirësi e kështu me radhë, fëmiu nuk ka faj, as familja nuk ka faj në këtë pjesë. Prandaj sugjerimi i parë joni është që stresin e punës, edhe lodhjen e punës, edhe vështirësitë e punës duhesh me i hiq nga trupi, qysh i hiq teshat kur i largon kur ta krysh punën. Teshat e punës që i ndron bashkë me te e lën aty edhe lodhjen. Dhe vjen në shtëpi i relaksuar. Gruaja nuk ka faj. Fëmia nuk ka faj. Sa na kem prind, na, që ankohen të tjerë për neve. Se baba vjen nervoz në shtëpi, burri vjen nervoz në shtëpi, e kështu me radhë. Pra, por mos më na keq kuptu që gjithmonë po flasim, gjithmonë faji, kur kanë gabim gratë faj, flasim temat caktuara. Që mos më na keq kuptu, dikush me thonë hoxh, po na folni veç për fajin e burrave. Në ata shim të fol për 2 prind, se edhe nëna tash masovikisht punon me përqindje të madhe. Edhe nëna pra lodhet gruaja. Burri nuk ka faj, pse gruaja lodhet në punë edhe vjen nervoz në shtëpi, edhe nuk i kryen punë që do të më kry gruaja, apo punë që do të më kry nëna në raport me fëmijën. Pra qasja duhet me ndryshu. Atëherë, jo vrazhdësi, por butësi me fëmijët. Jo vrazhdësi. Fëmiu nuk e dën qasjen e vrasht. Madje njeriu si qenie njerëzore që është, nuk e dën. Allahu xhela xhelalu ka mësy këtë ajet shumë herë, ja vlen edhe këtu me përdor si fakt. Allahu xhela xhelalu e ka këshillu pejgamberin alayhis salam, ja ka përkujtu duke i thënë në surët Ali Imran: "Walau kunta fadhan ghalidha al-qalbi lanfaddu min hawlik." Nëse ti je i vrazhgët, pra nëse ti ki qasjen e vrasht, lanfaddu min hawlik, iki njerëz prej teje. Pra nëse iki njerëz
nga pejgamberi alayhis salam, duke ditë rahmetin, mëshirën e tij, butësinë e tij, qasjen e tij që e ka pas edhe me fëmijë të rrugës, edhe me ata që e kanë kundërshtu, edhe me gjitha grup moshat dhe gjitha llojet e njerëzve, miq edhe armiq, o sjell but, o sjell korrekt, prap Allahu po i thot, sikur ti ishe kështu, iki njerëz prej teje. Atëherë, mesazhi që do ta merrim ne si prind, burra dhe gra, baballar dhe nëna, është me fëmijë duhet të na shoqëroj butësia. Janë momentet e vendimeve që baba do të pas vendime në shtëpi. Po, aty tani duhet me marr vendime, mund të përdoret, do thot vendimi, çësia e vendimit mund të jetë në syrin e fëmijës i vrasht. Po pastaj fëmiu bindet që baba e ka pas mirë. Amo jo vazhdimisht. Jo vazhdimisht. Pastaj jo kërcënim me fëmijët, por dialog. Jo kërcënim me fëmijët, por dialog. Kërcënimi, o vëllezër, nuk sjell gjëra të mira. Kur prindi e kërcënon fëmijën, do ta bëj këtë ty edhe këtë. Ty do të ndodh kjo edhe kjo. Ti do të jesh ky edhe ky. Ti je kështu edhe kështu. Kjo e gabim. Kërcënimi ndaj fëmijët paraqet probleme shëndetësore mentale. Paraqet largim prej prindit. Paraqet mos vullnet për të jetuar. Paraqet mos interesim për mësim. E të ngjashme domon defekte që shkaktohen do thot në përditshmëritë e fëmijës. Dialog. Prindin momentin, pra prindi do të jetë psikolog. Por nuk ka nevojë për çdo gjë me kry psikologjinë për me kuptu fëmijën, sepse ai fëmijë joni është, ai është pjesë e jona, ai mund të ndryshojë nga natyra do thot e krijimit, por me përqindje të madhe është i ngjashëm si ne, sepse është pjesë e jona, e babës dhe nënës. Prandaj, prindi, çdo prind, pavarësisht ka shkollë, nuk ka shkollë, duhet ta njeh psikologjinë e fëmijës, duhet ta dalloj fëmijën i cili është i qetë edhe jo i qetë. Duhet ta dalloj kur fëmiu ka një problem, një breng, një shqetësim. Sidomos e kam cek edhe me ligjëratat e kaluara, kur fëmiu i ka fazat e ndryshimit fiziologjik edhe biologjik, fazën e pubertetit, krizat mentale, ose kur i ka problemin e adoleshencës. Prindi duhet ta njeh shqetësimin e fëmijës. Ndodhet që dikush e frikson fëmijën, ndodhet që dikush e kërcënon fëmijën, ndodhet që vajzat sidomos, vajzat janë më të buta, janë më të frikshme, edhe kanë nevojë më ul afër prindit, afër babës, afër nënës me ndëgju dhimbjen që ka, shqetësimin që ka. Dhe nëse prindi e largon, nuk e afron, atëherë mos prit pra, mos u çudit që ai fëmijë mund ta merrë dhe rrugën e gabuar. Sepse nuk ka gjetë ngrohtësitë e prindi, të babas e të nëna, nuk ka gjetë ngrohtësi, nuk ja ke ndëgju hallin, shqetësimin. Atë kush e ndëgjon shqetësimin, mund t'ja ndëgjon një rrugës. Për atë arsye, vëllezërit e mi, na duhet me trajtu këtë çështje në rrafshin e shtrut. Pse ky degenerim kaq i madh, amoral në shoqërinë tonë? Nuk ka qenë shoqëria jonë kështu. Kur ka qenë shoqëria jonë po i flas aty që janë më të moshuar? Në moshën 15 vjeçare, 16 vjeçare vajza me hec me djalë, e ka gjetë kjo dikon, ose ky e ka gjetë dikon. Kur ka qenë kjo në shoqërinë tonë vëllezër? Ky është shqetësim, vallahi është shqetësim vëllezër. Këtu duhet me ngrit zërin gjithë ne, se këto janë çikat tona, vajzat tona, bijat tona. Në kohën më të rrezikshme e ka gjetë dikon. Ti ai të shkon në shkollë me gjetë dikon apo me mësu? Shkolla tash është shndru në çka më thoni, treg ku shkëmbehen gjinit. Nuk është interesimi se edhe pisa po e nxjerr që na jem të rënditur në fund listës me sukses. Pra vëllezër, ku është arsyeja? Ku është problemi? Sepse neve na kanë nejtë gati dhe juve, ju kanë nejtë gati prind, jetu shku në shkollë me mësu, rruju më shka rrugëve të këqija. U vënu fëmia, ka marrë në pyetje. Vënohet sot vajza, djali, del paleje, del kur don, hin kur don, kjo e ka lirinë e vet mirë, okay? Mas një kohë sheqi po valla. 16 vjet, 17 vjet, po hec me dikon,
Unë i kam raste, i kam përditshmëri, kërkoj mirëkuptim që shpesh po mbjen me përsërit këtë. Unë i kam trajtim të përditshëm çdo probleme. Mosha 24-25 vjeçare, on lidhje thotë që 10 vjet që jam lidhje unë. Që i bjen moshën 15 vjeçare, ka hin lidhje. Vëllezër, këto janë shqetësime, nuk janë as të fesë tonë, as kulturës tonë. S'janë tonat këto. Prandaj vëllezër, ne po e trajtojmë këtë temë sepse është shumë me rëndësi. Tani, për ta mbyllë temën krejtësisht, janë 10 hapa për të qenë prindi suksesshëm. Po i numëroj 10 hapa, përveç atyre që i kum fol në ligjëratat e kaluara, për me qenë prind të suksesshëm. Hapi i parë. Kujdes veprave para thënieve. Nuk bën prindi me fol diçka e me vepru diçka tjetër. Fëmiu t'i thu, mos e pi dohanin, vetë e pi dohanin. Fëmiu t'i thot, falu, vetë nuk falet. Fëmiu t'i thot, mos e bën këtë, vetë e bën të kundërtën. Kjo është skandal. Kështu fëmiu nuk edukohet. Pra, kjo edukat nuk qën larg. Prandaj, veprat para thënieve. Ne si prind pra duhet të edukohemi, pastaj edukata jonë shkon tek fëmijët. Është normale, edhe këtë po a them, mos ta merr dikush afër zemrës. Pra, ti mundesh me qenë haxhi, mundesh me qenë ibadetxhi, mundesh me qenë pra besimtar i mirë, fëmiu mundet me deviju. Ka kjo sprovë. Është sprovë, një prej sukur që sprovohemi në shëndet, na pse falme dhe jemi shku në haxh, e unë jam hoxh. A nuk na prek neve smuja? Jo na prek. Pra të qenurit namazli, nuk e kemi larguna që mos më na prek smuja, se ne jemi këtë botë. Pra smuja është sprovë, pra shëndeti është sprovë, pasuria, varfëria është sprovë. Edhe mos ndëgjimi fëmijët është sprovë. Por na duhet me hulumtu defektet tona. E rëndësishme është po hapi i parë, na si prind duhet mi pas veprat të arsyeshme. Jo mi kundërshtu fjalët tona, veprat tona. Diçka tjetër me thonë, diçka tjetër me vepru. Madje edhe Allahu na tërheq vërejtjen në Kur'an, në surën Saf. Ja ayyuhalladhina amanu, o ju besimtar, lime taquluna ma la taf'alun. Pse po e thoni atë që nuk e veproni? Kebura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Te Allahu është mëkat i madh të thuhet diçka tjetër, të veprohet diçka tjetër. Pra, nëse duam që të jemi prind të suksesshëm, duhet të rregullojmë veprat dhe thënjet tona pastaj, këshillat tona në raport me fëmijën të janë pra në raport të jenë dakord me veprat tona. Hapi i dytë, duhet na shoqëroj gjithnjë butësia. Unë pak fola më herët, por tani pe vendosi si hap drejt suksesit. Hapi i dytë që neve si prind duhet na shoqëroj kjo vlen për burrat edhe për gratë, për baballarët dhe për nënat. Duhet na shoqëroj butësia. Jo e kundërta. Kem na në shoqërinë tonë, pra po flas nga perspektiva ime dhe nga perspektiva e shumë institucioneve që mirë me shëndetin mendor, pra që ndoshta në të kaluarën ka qenë më e theksune që ka pas te i kalim të këtij realiteti, pra vrazhdësia, i shtirë, baba ka shumë i vështirë, hala nipat e vujnë. Pra, vëllezër, ka dallim qëndrimi prej me qenë i vështirë, ose kushtimisht kërkoj me kuptim që për përdorë këtë fjalë, me qenë pak i egër, i vrasht. Jo, vëllezër, s'ka ardhur Islami me vrashtësia, vëllezër, nuk e shëron plagën. Me qenë i vështirë, i vrasht, i egër, po them kushtimisht, nuk e ke përmisu fëmijën. Jo, veç e ke largu. Ai ta bën rafsh, kome ta bën rafsh se ti je më i madh, je më i vjetër, derisa ti bën 18 vjet, 20 vjet. U krymo. Ka përfunduar çdo sen. Pra, nuk e ke përmisu fëmijën me qiqasje. Atëherë, llogarit që ki mu më plak, po e shumë i për çdo ditë, unë absolutisht nuk pajtoj dhe hutbën e javës së kaluar e kemi trajtu, dhe më thonë, kujdesin ndaj të moshuarve, por të hakmirët, këtë hakmirët nëse ke shpërdor
rinjën tone në fëmijë, edhe në gru, kjo ka më të akmor pleqni. Nuk kanë me të ndëgju më as gruja, as fëmija. Kjo tani është shumë e vështirë. Pra, qetësi, botësi, mençuri, urtësi, kjo kërkohet për prindin. Ky duhet jetë parimi, thamë. Kështu duhet me qenë parim, sepse kështu pejgamberi alayhis salam e ka sjellë një konkluz. Thot, ma dakhalat il-linatu fi shay illa zana. Ku ka hy butësia, ka mbjell vlera. Ka zon vend. Butësia ka zon vend. Ku ka hy thët vrasësia, e ka shumtu. E ka prish. E ka çrregullu. Prandaj pra, ky është hapi i dytë. Hapi i tretë, nëse duam të jemi prind të suksesshëm, duhet të kemi program në shtëpi. Duhet me pas program në shtëpi. Programi, kjo është temë që duhet me ligjeru në veti. Cili është programi që duhet me pas në shtëpi? Në pikat shkurta. Program namazit, program të leximit, program të bisedës, program të ushqimit, bashkë me hongër. Kemi folë për këtë temë viteve të kaluara. Është ka dhe hadith ku pejgamberi alayhis salam ka thonë, pi bereqetit, nga bereqeti i ushqimit është me hongër bashkë në sofër, në tryezë, në tavolinë, bashkë. Pse? Aty bisedohet, aty ndëgjohen hallet, aty relaksohet fëmiu me prindin, prindi me fëmijën kështu me radhë. Pra, ky programi në shtëpi, pra program të leximit, program të gjumit, që për këtë temë ku fol po ashtu kohë gjatë këtu, me ditë kur bëhet gjumi, jo, domethënë nata kalon për rrjete sociale, poshtë edhe nalt, dikush që më shumë flan, tjetri e pengon e kështu me radhë. Jo vëllazër, ka orar të gjumit. Krejt këto programe rezultojnë në interesin e fëmijëve pastaj. Pra në momentin që në shtëpi ka program, atëherë aja zinxhiri komandues do të thotë është pozitiv. Në të kundërtën, rezultatet janë jo të larta. Hapi 4, du ta kuptojmë që kultura jonë është edhe kultura fëmijëve tonë. Pra, atë kulturë që kemi ne, e trashëgojnë edhe fëmijët tonë. Sepse i riu, i vogli, fëmiu, ai kopjon prej të rriturve. E duke qenë se një pjesë të kohës e kalon me neve, me prind, na kopjon. Kopjon sjelljet tona, fjalët tona, çësjen tonë, normal. Fëmiu kopjon edhe mësuesin në shkollë, madje në sistemet e reja ku pjesën dërmuese të kohës e kalon, e kopjon edhe kulturën, edhe moralin e mësuesve, edukatorëve në shkollë, nxënësve e kështu me radhë, por ndërta jemi edhe ne. Siç thonë edhe pedagogët, që fëmiu nga mosha 1 deri në moshën 5 vjeçare, 95% të aspektit moral e formon që i bie e formon në shtëpi, sepse vazhdimisht është në këtë kohë në shtëpi. Prandaj atë kulturë që e kemi ne e kanë fëmijët tonë. Prandaj nëse duam që fëmijët të jenë model, ne për si prind duhet të jemi model. Hapi 5, duhet ta kuptojmë që durimi është një vlerë e pazavendësueshme, është një edukat e pazavendësueshme, sabri. Ne kemi thënë që jemi duke ndërtu pasurinë më të madhe që e posedojmë. Pasurinë më të madhe që e posedojmë është fëmiu. Prandaj, nëse ne po bëjmë sabër me punuat punën që shkojmë ne për ditë që e punojmë, edhe bëjmë sabër për gjëra tjera, ndaj fëmijës do të më bëjë edhe më shumë sabër, për shumë arsye. Dhe jo rastësisht Allahu në 100 vende në Kur'an, më se 100 vende, në Kur'an e ka përmend sabrin, durimin në forma të ndryshme. Dhe i ka vendosur një çmim që nuk ja ka vendosur shumë veprave. Prandaj duhet na shoqëroj durimi në edukimin e fëmijëve, sepse ja vlen. Nëse pra, pja vlen mos gjuh herët me shku në punë, pja vlen me bë sabër, me kry këtë edhe atë punë, të jemi të bindur që sabri, durimi në edukimin e fëmijëve ja vlen shumë. Sepse në radhë parë, kemi ja dalë me lena Allahut mu edukuaj fëmijë, në radhë dytë, ai do ta trashëgon ndjersën tonë, siç kanë folë në kalunën, ai do ta trashëgon mallin, kapitalin tonë dhe do t'i gëzohemi atij në ditën e gjykimit. Prandaj duhet me pas kujdes. Hapi 6, duhet me u interesu me ndryshu qasjen tonë, ma tepër se sa që mundohemi me ndryshu pamjen tonë. Hapi 6. Ne si prind, këshilla për prind, duhet
me investu, me ndryshu qasjen tonë më shumë se sa dukjen tonë, pamjen tonë. Që i bie se të ndershëm vëllezër? Nëse duam që të jemi të suksesshëm si prind dhe fëmijët tanë të jenë model, duhet të punojmë me vetveten. Duhet të kompletohemi. Kjo ligjërat është përmbyllse. Është rezumeja atyne që i kam shpjeguar që 4 muaj. Pra, prindi nderuar merr lexo. Lexo nuk është vënë asnjëherë, ndëgjoj ligjërata. Sot mundësit janë që si unë si prind ta ndryshoj qasjen time. Qasjen time në raport me fëmijët, me familjen, me vetveten, me të tjerët e kështu me radhë. Si unë duhet me unë ngrit në vlera intelektuale, morale, në sjellje, në bashkëpunim, në formimin e vlerave në familjet ngushtë dhe të gjërë. Pra, ndryshohet qasjen, puno, është totalisht gabim. Aja që thuhet se unë jam qështu, unë nuk më ndryshoj. Ose shpesh herë qyshe kemi cekë edhe në të kaluarën, kur na i thrasim ata që kanë bërë 40 vite, 50 vite, hajde falo, u kry që ta 3 vinë më falë, se unë moshën më të mirë të kry, dorëzohet moshën më të mirë. Kjo gabim është. Jo, duhet me ndryshu edhe 70 vjet një pas, 80 vjet një pas, një sejgjë dhe në bëfsh, qaja sejgjë dhe qëtë në gjenet. Pse me 2 durët e tua, po do me hinë gjenem, për çka? Pse? Pa namaz, ku shkon? Pa agjerim, ku shkon? Pa haxhillak, ku shkon? Pa besim, ku shkon? Jo një kumbota 70 vite, 80 vite, unë s'jam më për namaz. E pse s'jeti? Derisa, logjika është, mendja është. Pastaj, hapi tjetër, i shtatë, prindi do ta shoqëroj fëmijën në vlera. Prindi duhet ta shoqëroj fëmijën në vlera. Me shoqëru në tubime pozitive, në xhami. Në tubime ku ka vlera, ku ka ligjërata, në vende edhe në shtëpi ku ka burra, nod, ku diskutohet për vlera e kështu me radhë. Me shoqëru dhe në argëtim, aty ku argëtohet fëmiu, sepse fëmiu do thot e ka moshën e vet, e ka argëtimin e gjithmonë po flasim në suazet të lejushmërisë. Hapi i radhës. Nëse duam që fëmijët jenë suksesshëm, ne si prind duhet të bëhemi ibadetxhi të mirë, adhurues të mirë. Pra, nëse dënë fëmijët jenë cilësor, duhet të bëhemi ibadetxhi të mirë. Atëherë pra, këtu hyn namazi, këtu hyn duaja, këtu hyn përkushtimi, këtu hyn lidhja mirë me Allahun e kështu me radhë. Për shkak të kohës po munduam me nxitu. Hapi i radhës është mos i trajto problemet bashkëshortore në prezencën e fëmijëve. Nëse dën të jesh prind i suksesshëm, mos i trajto problemet bashkëshortore, problemet me gruan, ose gruaja, problemet me burrin, prezencën e fëmijëve. Sepse kjo skajshmërisht e dëmton aspektin emocional, psikologjik, social të fëmijët. Është gabim qasja e tillë, prandaj duhet të pas kujdes. Hapi i fundit, prapë po them për shkak kohës, mos i mësoni fëmijët me edukat negative, ose mja zavencu edukatën negative në vend të asoj pozitive. Pra, mos ja bën rrafsh fëmijët, mos pajto me fëmijën kuraj shan, fyn, bërtet, bën sjellje të mira kështu me radhë. Pra, duhet me reagu, po duhet me reagu mençur, but, qetë, me qëllim që të përmirësohet. Pra, këto të ndershëm vëllezër janë 10 hapa që konkret, nëse duam që të jemi prind të suksesshëm dhe nëse duam që të kemi fëmijë të suksesshëm. Të ndershëm vëllezër, kjo që kemi shpjeguar që 4 muaj në këtë temë nuk do të thotë që ja kemi vendosur kapakun dhe ka përfunduar çdo gjë, por jemi mundu me i numëru disa gjëra që i konsiderojmë si të nevojshme, sidomos bashkohore në kohën tonë. Prandaj përfundimisht lutem që Allahu xhelle xhelaluhu të na bëjë prind të suksesshëm, evladët tonë dhe tuajt, fëmijët tonë dhe tuajt i bën të hajrit në raport me Allahun, suksesshëm në jetë, të dobishëm për familjen, për shoqërinë, për rrethin dhe njëkohësisht lutemi që Allahu xhelle xhelaluhu ta përmirëson rinjën e vendit tonë. Allah shpërblet për vëmendjen, walhamdulillahi rabbil alamin.